Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar tek fenomeni Louise Ailey, këtë herë për të folur për Louise Ailey. Louise Ailey që pas daljes nga shtëpia Big Brotherit ju kërkoj shumë falje. Ka ditur të na dhuroj dashuri, ka ditur të na dhuroj pasion, ka ditur të na dhuroj emocion, ka ditur të mbaj gjithmonë publikun mbërthyer për ekrani. Zoti ja solli gjërat aq mbar dhe aq bukur që Luizin e bëri të jetë i veçuar, i lumtur, i gëzuar dhe pikërisht Luizi sot po kremton sukseset e tij të pafundme që i ka me këngë, me art, me këndin e aktrimit që bëri dhe një film që pushtoi zemrën e të gjithë shqiptarëve, por po gëzon më shumë dhe është më falenderues drejt Zotit ndaj gjës më të çmuar në botë, ndaj vajzës së tij. Luizi ditën e djeshme ka publikuar po këtë foto, të lutem ma shfaq fotografin. E shikoni që është me mrekullin, me Luna Marin. Luna Marin tashmë është bërë një vjeç e një muaj e gjys, le të themi. Po e shijojnë të dy me kënaqësi momentin, po gëzohen dhe Luna është identike kopja e babit të vet. Do të thënë, e kopjon Luizi në gjithë shka në jetën e tij. Luizi në Instagram shkruan: "Jam heroi i saj, jo sepse kam fuqi magjike, por sepse thjesht jam babai i saj. Jeta më ka dhënë shumë, më ka marrë po aq, por kur më dha këtë vajzë, kuptova se më në fund fitova gjithçka që mua më duhej personalisht." Kjo foto nuk është thjesht një kujtim, është një dëshmi e dashurisë më të pastër që ekziston. Është dëshmi që Zoti më besoi një mrekulli. Jam babai i saj dhe ky është titulli më i madh që mbaj në veten time që kam mbajtur ndonjëherë. Jam babai i saj dhe ky është titulli më i madh që unë kam mbajtur ndonjëherë. Janë të pakët në fakt baballarët të cilët shprehin dashurinë ndaj fëmijëve të tyre publikisht. Ne jemi rritur në një kulturë dhe në një mentalitet që babai ka qenë turp të thotë për vajzën që unë e dua, ka qenë turp të thotë për vajzën që unë e kam xhan, ka qenë turp të thotë që unë jam heroi i kësaj vajze. Të paktën në këtë kulturë jemi rritur. Prindërit tanë në kohët e tyre kanë patur turp të marrin fëmijët në prehër sepse ka qenë gjyshi apo gjyshja që kanë bërë namin pse ti para ne në sy, domethënë ka qenë një mentalitet shumë i rëndë. Por mbi të gjitha, pikërisht është ky fenomeni që unë dua të komentoj që Louise Ailey gjithmonë ka qenë falenderues ndaj Zotit të tij. Unë ditën e djeshme në një video të vogël e pata thënë që janë të pakët ato njerëz që kur zgjohen nga gjumi në mëngjes i thonë faleminderit o Zot për fëmijën që ma dhe, faleminderit o Zot për jetën që ma dhe, faleminderit o Zot për bukën, faleminderit o Zot për suksesin, faleminderit o Zot për këtë nismë të bukur që unë marrë në jetën time, si Luizi që ka marrë shumë nisma. Luizi tregoi vështirësi, Luizi tregoi një jetë shumë të rëndë, Luizi tregoi sfida, Luizi edhe pas Big Brotherit u përball me inate, me mlethe, me sfida që njerëzit të ligë, njerëzit pa shpirt u munduan që në çdo gjë ta ulin imazhin e tij, ta dëmtojnë vlerën e tij, ta ulin njeriun e tij, por Luizi pati në krah një njeri dhe ka në krah një njeri shumë të besuar, siç është Kiara. Kiara, dua ta përgëzoj Kiarën. Kiara është një grua shumë inteligjente që arriti të menaxhon familjen, famën e vet dhe famën e burrit, sepse Kiara dhe Luizi ishin në një famë dhe vazhdojnë të jenë në një famë shumë të frikshme. Do me thënë në një dashuri shumë të madhe dhe ndonjëherë dashuria shumë e madhe është edhe dëmtuese për njeriu. Dhe Kiara me gjithë respektin e saj për Luizin, me gjithë respektin njërë pikëspari për veten dhe duke i besuar vetes dhe Luizit, duke patur vetë besim, ajo arriti që të jetë e lumtur në martesën e saj, në familjen e saj dhe sollën në jetë Luna Marin. Dhe sot Luizi është më i gëzuar se kur, dhe sot Luizi është më i lumtur se kur, se në jetën e tij ka një princesh. Unë uroj që Zoti ti gëzoj dhe ti lumturoj dhe me një fëmijë tjetër, ato e meritojnë të kenë një familje shumë të madhe, sepse nga gjithë kjo Luizi ka treguar familjen tradicionale, Luizi ka treguar familjen e mrekullueshme dhe meritojnë në fakt i gëzohen të gjithë këtyre sukseseve. Dhe pikërisht
Unë këtë po them që sa më shumë ne të mbështesim me dashuri dhe me mirësi ato që ne i duam, jo vetëm ato që ne i duam, se të gjithë personazhet publik janë njerëz të mirë, të gjithë janë artistë, të gjithë e kanë shpirtin e bukur. Dhe nëse ne do nxjerrim gjithmonë shpirtin e bukur, atëherë ne kemi arritur mrekullinë që ne duam të arrijmë në jetë. Do të thënë, atë që ne duam të gëzojmë, dashurinë e tyre. Ky është Luizi dhe kjo ishte momenti më i bukur me Luna Marin.